A di si rritet fëmia kjo blogerja? A di si bëhet gjella? A di si krijohet familja? A di si respektohen prindrit e bashkëshortit, sepse ne do jetojmë në një komunitet që ne Nuk kam qatë të dush i keme porosi. Po pse më vlla gruaja? Pse ti e pranon djalin tënd që të jetë jashtë normave të tua siç ke jetuar ti për shembull? Fëmijën tim nuk e pranoj dot që të jetë ndryshe nga mua. Teknologjia nuk varet nga ne. Ka ardhi moment që ka dalë jashtë mundësive ose kufirit forcave tona të përshtypjes. Po pse tha me të drejtë që Meri që unë nuk e pranoj? Atëherë nëna shtyllë familjes në edukimin e fëmijëve. Nëna vërtet krijon një metodik kretjetë. Po gaste lutem, jo bë kështu paralele se s'dëgjohemi. Domethënë, nëna është shtylla familjes në edukimin e fëmijëve. Dhe nëse nëna është në tonus gjithkohën, si me djemët, si me vajzat, rezultati familjes do t'jetë në 100% i sigurt, ashtu si që familja është edukuar. Edhe të mirë dhe kanë dështuar, tani të kapemi edhe këtu. Po kjo është produkti më. Po ti laj tha i vish këto produkt ke gjithandej, do më thëmë. Sa raste të veçanta gocash nga shoqëria jote numëron që janë si ty. Sa, të lutem, mi numëron me gishtat e njërës dorë. Po mi numëron të lutem. Unë doja shumë të thoja ditë shka. Nuk ka problem që t'jesh blogere. Në rast se ti e kryen mirë atë gjën reklamën, bashkëpunimin, për çfarë do lloj gjëje që ti e kontraktuar ta bësh atë gjën. Problemi nis tek shkollimi. Në rast se ti je një njeri i arsimuar dhe i shkolluar, unë mendoj që ti kurrë nuk do zgjedhësh që puna jote e parë dhe kryesore të jesh blogere. I shkolluar apo i zënë, se janë dy gjëra. Të dyja bashkë. Unë mendoj që një njeri i arsimuar nuk mund të zgjedhësh që profesioni jetë të jetë blogere. Ti mund të bësh... Me të ka drejta, se të nuk mund t'japësh mënd pa pas mënd. Edhe ka drejt për e këtu, po këtu japin mënd pa pas. Jo që s'është profesion. Edhe bukra që i pranojnë mënd të atyre që s'kanë mënd. Shëndron me ato vajza, po i shuaj 18-19 vjeç, vinë për herë të parë në Tiranë dhe duke parë modelit e Instagramit, kanë këtë mëndin që s'ka gjë, se edhe nëse nuk e bëj shkollën unë, i fus një blogere në Instagram. Këtu është problemi, te ky koncepti që po i ushqet vajzave dhe... Do t'i mungoj shoqërisë, nuse si Meri, dhëndur si Stojku, ose si Gazi, do t'i mungoj shoqërisë këta individë. Nuk do t'i mungojnë? Jo, do t'i mungojnë sepse familja, shoqëria ka nevojë që të ndjej do të thënë tamam harmoninë e një familjeje. Dikur ka pasur dhëndër, ka pasur vjerë. Mbaj mend kur kam qenë e vogël, shtëpia ime ka qenë gjithmonë plot, sepse jo vetëm e jotja, e gjithëve. Ndërsa sot në qoftë se ndodh një fejesë në rastet e radha, më fal, ti nuk e këfton, ti nuk e më njerëz që të bashkohen në gëzim, ti nuk e më dhëndër, si i propozojnë dashurinë këto, domethënë, kush është trendi? Nuk ekziston për kufizimi që kemi patur ne do, një zakonçme. Trendi është kaq, pimi kafe, po tha po do vi për dhe vjen për kafe, marroj punën, s'kema. Ashtu, teoria detit, lemi takim, po, deti, ë? Po, deti. Më brezi fol. Date që nuk finalizohet, se është kështu, një date, del herën e parë, pi një kafe, edhe pastaj se si vazhdon në kafe të tjera. Ai pi një kafe me një tjetër, vajza pi një kafe me një tjetër. Do të thënë e kuptova, këtu fitojnë vetëm ata që shesin kafe. Po.